Të gjithë hani kastravec, por askush nuk e di se çfarë ndodh organizmit tuaj. Konsumi i kastravecit sjell shumë përfitime në shëndet që ndoshta nuk i keni dëgjuar më parë. Dëgjoni disa nga përfitimet që merrni nëse konsumoni një kastravec çdo ditë. Përmirëson hidratimin e trupit. Është i njohur për sasinë e lartë të vitaminës dhe mineraleve, por edhe për shkak të përmbajtjes së lartë të ujit. Uji pastron trupin dhe largon toksinat. Ju merrni 40% të nevojës së përgjithshme të ujit nga ushqimet. Është përbërësi të paktën 95% të ujit. Ka pak kalori. Konsumi i kastravecave nuk do ju shtojë shumë kalori pasi një i tillë përmban nga 15 deri në 17 kalori, por është i pasur me fibra, proteina, vitaminë C, mangan dhe hekur. Ju ndihmon të humbisni në peshë pasi ju mban të ngopur për një kohë më të gjatë. Ndihmon edhe në shëndetin e mukozës së gojës, ndihmon në uljen e niveleve të sheqerit. Kastraveci përmban antioksidantë të cilët ndihmojnë edhe kundër niveleve të stresit.